Rreth 62 familje janë përfituese të njërit prej programeve të strehimit social që do të zbatohet nga Bashkia e Maliqit me financim nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Bëhet fjalë për përmirësimin e kushteve të jetesës së këtyre familjeve në banesat e tyre, duke kryer rikonstruksione të pjesëshme të çative, ndërim të dyerve apo dritareve, si dhe termoizolim e hidroizolim. Sipas Johan Sulo, drejtori pronave dhe aseteve, tashmë janë kryer verifikimet e nevojshme në terren dhe plotësimi me dokumentacion, ndërsa pritet që Ministria e Linjës të dërgojë fondet për nisjen e punimeve në terren. Në kuadër të zbatimit të projektit për përmirësimin e banesave dhe një projekt tashmë i miratuar dhe në vitin e 8 të tij, dhe Bashkia Maliq, si çdo vit, ka marrë kërkesa nga 78 qytetar, për të cilat janë miratuar rreth 62 prej tyre. Konkretisht, në fshatin, ose më mirë në njësinë Libonik, janë 22 familje që do trajtohen me përmirësimin e kushteve të banimit, kryesisht në rregullimin e çative dhe meremeteve të tjera që ta bëjnë sa më të banueshme dhe më të aksesueshme shtëpitë e tyre. Në Maliq 9 familje, në Pirk 10 familje, në Pojan 16 dhe në Vreshtas 5 familje. Projekti përmirësimit të kushteve të banimit ka hyrë tashmë në vitin e 8 në Bashkinë e Maliqit, ndërsa paraprakisht ka marrë edhe miratimin në Këshillin Bashkiak.